Deri më 29 korrik. Një zhvillim i papritur ndryshon planet e këtyre 5 shenjave të zodiakut. Deri më 29 korrik. Një zhvillim i papritur ndryshon planet e këtyre 5 shenjave të zodiakut. Deri më 29 korrik, disa energji të reja mund të sjellin zhvillime që nuk ishin parashikuar dhe disa njerëz mund të gjenden përballë një momenti që ndryshon mënyrën si shohin të ardhmen. Një lajm, një vendim, një takim ose një mundësi e papritur mund të bëhet pika ku shumë gjëra fillojnë të marrin një drejtim tjetër. Në këtë video do të zbulojmë 5 shenjat e zodiakut që mund të përjetojnë një ndryshim të rëndësishëm para kësaj date. Do të flasim për atë që mund të sjellë kjo periudhë në dashuri, punë, financa, fat dhe mirëqenie. Qëndro deri në fund, sepse mesazhi për shenjën tënde mund të zbulojë një mundësi që nuk duhet ta shpërfillësh. Akrepi. Ka momente kur një situatë që ka qëndruar pezull për një kohë të gjatë fillon të ndryshojë pikërisht kur prisnin më pak. Për akrepin, deri më 29 korrik mund të vijë një zhvillim që sjell më shumë qartësi dhe ju ndihmon të merrni një vendim të rëndësishëm. Në punë, një ide ose përpjekje e bërë në heshtje mund të vlerësohet nga dikush që ka ndikim. Mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja dhe për të hapur një rrugë të re profesionale. Në financa, kujdesi dhe strategjia do të jenë çelësi për rezultate më të mira. Në dashuri, emocionet bëhen më të forta dhe një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë mënyrën si e shihni një marrëdhënie. Beqarët mund të tërhiqen nga një person që sjell një energji ndryshe në jetën e tyre. Fati do t'ju ndihmojë të dalloni mundësitë që të tjerët nuk i shohin. Kujdesuni edhe për pushimin, sepse energjia juaj ka nevojë të ruhet për këtë periudhë të rëndësishme. Binjakët. Ka raste kur një informacion i ri ose një takim i papritur mund të ndryshojë mënyrën si planifikoni hapat e ardhshëm. Për binjakët, deri më 29 korrik sjell zhvillime që kërkojnë vëmendje dhe zgjuarsi në zgjedhjet që do të bëni. Në punë, komunikimi do të jetë forca juaj kryesore dhe një bisedë mund të hapë mundësi interesante për të ardhmen. Financat mund të marrin një drejtim më pozitiv nëse tregoheni të kujdesshëm me vendimet dhe nuk nxitoheni. Në dashuri, një situatë e paqartë mund të marrë më shumë kuptim përmes një bisede të hapur. Ata që janë vetëm mund të njihen me dikë që sjell kuriozitet dhe emocion. Fati do të shfaqet përmes kontakteve dhe ideve të reja që vijnë papritur. Mos harroni të kujdeseni për energjinë tuaj dhe të gjeni kohë për qetësi. Kjo periudhë mund t'ju tregojë se ndryshimet më të bukura shpesh fillojnë nga një vendim i vogël. Mbani sytë hapur sepse një mundësi që duket e zakonshme mund të kthehet në një hap të rëndësishëm drejt një periudhe më të suksesshme dhe të qëndrueshme për ju. Bricjapi. Për bricjapin, kjo periudhë mund të sjellë një moment ku përpjekjet e bëra më parë fillojnë të marrin formën e rezultateve konkrete. Deri më 29 korrik, një zhvillim i ri mund t'ju detyrojë të mendoni ndryshe për planet që keni ndërtuar. Në punë mund të shfaqet një përgjegjësi që në fillim duket sfiduese, por më pas ju jep mundësinë të tregoni aftësitë dhe seriozitetin tuaj. Financat kërkojnë organizim, por një zgjedhje e mençur mund të sjellë më shumë stabilitet. Në dashuri, kjo është një periudhë ku besimi dhe mbështetja marrin rëndësi të veçantë. Ata që janë në një lidhje mund të afrohen më shumë përmes mirëkuptimit, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që i impresionon me karakterin dhe qetësinë. Fati do të punojë në favorin tuaj kur të mos hiqni dorë nga objektivat. Kushtojini rëndësi edhe shëndetit, sepse ritmi i lartë mund të kërkojë më shumë ekuilibër. Ky zhvillim i papritur mund t'ju kujtojë se durimi juaj ka qenë një forcë e madhe. Peshqit. Ndonjëherë ndryshimi më i rëndësishëm vjen në një moment kur nuk jeni duke e kërkuar me forcë. Për peshqit, deri më 29 korrik mund të shfaqet një zhvillim që sjell një ndjesi të re drejtimi dhe ju ndihmon të shihni më qartë atë që dëshironi. Në punë, një ide krijuese ose një mundësi e re mund t'ju jap motivimin për të bërë një hap përpara. Aftësia juaj për të kuptuar situatat dhe njerëzit do të jetë një avantazh i madh gjatë kësaj periudhe. Në financa, tregohuni të kujdesshëm me zgjedhjet dhe fokusohuni te gjërat që sjellin siguri afatgjallë.
Në dashuri, emocionet bëhen më të thella dhe një person mund t'ju tregojë më shumë se sa prisnin. Ata që janë vetëm mund të përjetojnë një njohje që fillon thjesht, por fiton rëndësi me kalimin e kohës. Fati mund të vijë përmes një rasti të papritur ose një vendimi që më parë e keni shtyrë. Kujdesuni për qetësinë mendore dhe mos e mbingarkoni veten. Ky zhvillim mund t'ju tregojë se disa ndryshime vijnë pikërisht kur jeni gati t'i pranoni. Luani. Një periudhë e re mund të fillojë kur vendosni të tregoni më shumë besim te vetja dhe te aftësitë që keni ndërtuar. Për Luanin, deri më 29 korrik mund të sjellë një situatë që ndryshon ritmin e ditëve në vazhdim dhe ju vendos përballë një mundësie interesante. Në punë mund të merrni një vlerësim, një propozim ose një përgjegjësi që ju ndihmon të tregoni potencialin tuaj të plotë. Financat favorizohen nga vendimet e zgjuara dhe nga mënyra si menaxhoni burimet që keni. Në dashuri, kjo periudhë sjell më shumë afërsi dhe mundësi për të forcuar një lidhje. Ata që janë vetëm mund të takojnë një person që tërheq vëmendjen e tyre me energjinë dhe mënyrën e veçantë të komunikimit. Fati ju favorizon kur veproni me guxim, por pa harruar maturinë. Shëndeti kërkon ekuilibër, sidomos nëse keni pasur një periudhë me shumë angazhime. Mos e nënvlerësoni një mundësi vetëm sepse vjen në një formë të ndryshme nga ajo që kishit imagjinuar. Deri më 29 korrik, një ndryshim i vogël mund të bëhet fillimi i një drejtimi shumë më të madh për ju. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën ndryshim nëse beson se deri më 29 korrik një mundësi e re po afrohet për ty dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.